herë që më dridhen, e sytë e mbushur me lotë. Sot është 7 mars, dita juaj. Do të doja të më isha këtu pranë, e në vend të kësaj letre, të interpretoja poezi. Varur që t'i e doja aq shumë. Poja që njeriu është si perëndimi tjetër. Njëherë sa kënaqsh, por i shkurtër. Veç një vit, më keni dhënë gjuhë shqipe, mësuesit e uta, ama që në orën e parë që bëm bashk, e kuptova. Kuptova pasionin tënd, gjallërinë që të karakterizonte, emocionin dhe frymëzimin që përcjellja. Shumë rrallë vin mësuese si ti. Jana. Ama kur i nje, e ke shumë të vështirë t'i lësh pas. Ti harrosh. Jana. Sepse të lëm bresa gjatë gjithë jetës tënde. E këtë keni bërë ju. Jam lidhur shumë emocionalisht me ju, prandaj nuk isha si të mos mendoja për ju në këtë ditë. Ju keni bërë ta dua gjuhën e letërsimit me gjithë zemër. E keni imponuar këtë ndjesi brenda meje. E si mund ta harroj shkrimin tënd të bukur e të veçantë në dhe. Gjithmonë po shëngjante perlave të shndritshme. E si mund ta harroj figurën e pandryshueshme e fisniken tënde. Qëndrimi drejt, buzët e kuqe, e përparësja e bardhë e një arsimtare. Sot kanë kaluar pothuajse 2 vite dhe unë prapë refuzoj. Refuzoj të pranoj se ju nuk jeni më. Jo, unë e shoh ekzistencën tuaj. E di se jeni në çdo cep të bibliotekës së famshme të shkollës Rilindje. Ekzistoni në çdo libër të saj, në çdo fjalë, në çdo gërm. Vazhdoni të jetoni në të gjitha librat e gjuhës shqipe e në çdo tabelë ku keni shpjeguar me aq pasion. Gjurma juaj në këtë shkollë nuk do të venitet nga asgjë, as nga koha. Sepse ju la gjurmë në zemrat e çdo nxënësi, edhe në timen. Prandaj unë sot, në ditën e mësuesve, dua t'ju uroj mësuesis time të zemrës, gëzuar 7 marsin, një dhe vetmja mësuese Teuta Avdion.